realizojmë paga përmes buxhetit të Kosovës, me largu prej pune, me i morë edhe kriteri parë që është me i morë është libreza partijake. Po kjo nuk funksionan ashtu. Ata njerëz kanë të drejtë me pas bindjen e tyre politike, me votu sipas bindjeve tyre politike, mirë po me kry punën e vetë sipas kontratës edhe sipas përshkrimit të përgjegjësive edhe të drejtave që i ka në kontratën e punës. Prandaj, në drejtësi është folë shumë për dukuri negative, por realisht asnjëherë, në asnjë periudhë nuk ka pas ma shumë tendera një burimor, që nënkupton kontratat të negociura në tavolinë. Qindra tendera një burimor, qindra miliona në tendera një burimor, afera në energji, furnizimin me energji, blerjen e energjisë, transmisionin e energjisë, në rezervat shtetërore, në shumë çështje tjera që realisht është folë shumë për to, a në fakt, ju që kemi pas përmirësim, po kemi pas përkeqësim, udhëheqjen e ndërmarrjeve publike, bordet, menaxhmenti, institucionet e pavarura, domethënë, jo që kanë ndodhur kapja. Se këta kanë folë për shkapje, po kanë ndodhur kapja, unë tham edhe figurativisht kanë ndodhur edhe plasja. Plasja e institucioneve të pavarura nga partia e cila është në pushtet. Dhe ka qenë një luftë e pa parë në raport me komunat, nëse s'kanë qenë komuna që i parkosin njëjtës parti. Domethënë, komunat jeta bod komuna. Komuna du të më qenë të përkraj e ju të pengura. Në aspektin e raporteve diplomatike, ju që kemi pas avancim. Unë zona hjekjes masave. Kum shru edhe letër. Sepse çdo gjë që ndodhe mirë në vend, unë zona. Pavarësisht a jem pozita në pozit. Çdo punë e mirë që ndodhe. Mbra mu dha lajmi nga presidenti Osmani për heqjen e masave të bashkimit e Rrugën. Po, ju reaguat me njerë. Jo që këmë reagu, unë këmë shru letër para disa dite, letër zyrtare. I këmë dërgu letër zyrtare, këmë kërku, sepse ato damtojnë Kosovën edhe kanë damtu. Do me veç kanë ndodhë, to mirë që i po hjeken. Po kanë ndodhë dome, sepse që 2 vite ma tepër, Kosova ka pas një blokad, ka qenë nën sankcione, se edhe ke hum mjete, edhe jetë damtu në aspektin reputacional, si shtet. Dhe për ma tepër, ty të kanë ndodhë edhe suspendimi i dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njohje, në do kanë orë 3 njohje, nuk janë rezultat i punës qeverisë, po institucioneve tjera, unë i gëzon aty në njohjeve, dhe në aspektin e mirëqenjes, çmimet janë rrit, shumë janë rrit, pagat kanë ngel thuja se në nivel të njëjtë, apo rritja e pagave nuk ka mujt me përcjell kërkun rritjen e çmimeve dhe kemi pas përkeqësim standardit jetesës. Dhe njerëz, sidomos gjenerata e re, po e sheh perspektivë vetëm